politike, ekonomike dhe sociale në vend për të kapur një temë shumë delikate. Pikërisht temën e shëndetësisë. Jo vetëm për faktin që moti tashmë është ftohur dhe kujdesi shëndetësor duhet jetë më i lartë, por edhe për faktin se Ministria e Shëndetësisë ka ndërmarrë një sër reformash. Pikërisht për këtë të fundit, ne do të flasim me një panel të ftuarish. Ata janë drejtues të institucioneve spitalore, do doja që të prezantoja të ftuarën e parë është pikërisht drejtoresha e re e Spitalit Rajonal të Fierit, zonja Donika Alushani. Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur. I ftuari i dytë i kësaj mbrëmje të sotme është Novruz Causha, shef i shërbimit të sëmundjeve të brendshme. Përshëndetje. Përshëndetje. Kemi zotin Dimitër Dhamo, shef i shërbimit pediatrik. Përshëndetje. Është i ftuari tjetër i kësaj mbrëmje, pra në këtë bashkëbisedim të sotëm, zoti Fatos Sala, shefi i Poliklinikës Fier. Përshëndetje. Dhe zoti Vladimir Shyqyriu, mjek familje. Përshëndetje dhe faleminderit që e keni pranuar ftesën tonë. Në fakt, si gjithmonë do doja që ta nisnim këtë bashkëbisedim me zonjën Alushani në cilësinë e drejtoreshës së këtij institucioni. Do doja të dija si e keni gjetur Spitalin Rajonal Fier dhe cilat janë prioritetet tuaja. Njëherëzi ju urojmë dhe suksese. Faleminderit, përshëndetje të gjitha. Unë nuk do ta nis domethënë një sesion e gjithë Spitalit të Fierit, por do falenderoj dhe kolegët që kanë punuar në atë institucion. Ardhja ime si drejtoresh në Spitalin Rajonal të Fierit ishte si pasojë e një koalicioni që u bë midis dy forcave politike. Unë thash falenderoj dhe mirëkuptimin e drejtoreshës së mëparshme, mbasi prezantimi ose dorëzimi i detyrës midis dy mjekëve u bën në një mënyrë shumë të përzemërt, mund të them. Mbasi dhe drejtoresha ishte tepër e përgatitur dhe flas, domethënë me përshtypjet nga më të mira. Unë nuk mund të hedh poshtë punën e bërë nga paraardhësit e mi, por do të them që nuk është që ne të themi që Spitali Fieri është në kushte shumë të mira. Puna është tepër kolosale që të gjithë do angazhohemi bashkë me shefat, me drejtuesit e shërbimeve ambulatore, me shërbimet e patologjisë, kirurgjisë, maternitetit, që puna të eci sa më mirë. Njëkohësisht bashkëpunimi sa më i mirë dhe me drejtuesit e departamentit parsor dhe me ISSHK-n janë akoma më të mira. Megjithatë do flasin dhe kolegët e tjerë. Unë flasë për shtypjet nga më të mirët, pasi ne vërtet jemi në kushte të vështira. E para njerë unë do të them që të gjitha këto reforma që janë marrë për të ardhur sa më mirë në ndihmë të gjithë qytetarëve. Nuk flasë vetëm për Fierin, po flasë në përgjithësi, mbasi ministri